Vllave Thoçit 30.000 euro në mujt pension. Veç ngone, edhe që ta njeva sot, kur se kisha një dhe sot. Pensionin nga një Thoçit sot, syni i para pensionune Byro Kosovar Sigurime. 980 euro të ka ditën. 29.400 euro ka mujt pension dhe se në ushtar, i u që kësë. Ta ka në shtavet ose në invalid që ti ta ka 300 euro. Ti 300 euro ki pension mujor që i bëp në trup, a e zotërire ka ditën 980 euro. Krejtë në falë, dhe që i gjysë minuti, krejtë të beteja, krejtë të shkrime, krejtë të rëzicit, i baj për juve. Unë ka dashtë i modë zëtë, ekonomikisht i kam tanë. Mirë po i baj për juve, pse? Unë më dhimne, në shfarë situati në kam në shkrutim, dhe sot që... I need 30.000 euro në mujt vllave Thoçit pension. Rrogën e që djesa ka posaj, rrogën e pas ka pos 200.000, se për mi morë 30.000 pension, kë rrogën e pas ka pos 300.000. E që djesa, nese ka marrë vetë sa ka dashtë, din se vllave Hashimi takon. Jo, na kitë Kosova kena punu për Hashim, saj na ka shliru e na ka ec, shteti ka ec për para burë. A pe 2008-ës dhe ke liberalizimin e vizave, tam na ti pat liruaja, din. Kosovën e pas shtin NATO, Kosovën e pas shtin Bashkimin Evropiane, tam na taj, krejti ka pas kryja, din. Normal që këj vllave tina do të me marrë tash 30.000. Opozit, për që pun, pople votën Albinin, jo për të tërsen. A është kjo normale 30.000 euro me pas në mujt pension? Ku është një njeri pa shkollë, se të kësh pas shkollë nashtë, adin, edhe në pe jap dorën burë. Të shkon në regjepcio se bëli që ka shkru një 2.000 libra, 3.000, e që di e sojga. A ma një njeri me klastet, me marrë gjitha të pare, edhe dalin këta për dykës, në akuzojnë neve, se na, popli ka faqë që s'pe votën për dykë, në hajna. Jo, popli s'ka faqë, jo i keni që s'keni lanë sen pa vje Kosovën. Edhe zalën ja keni vjedhë. E sot dilni na shani, jo mërgata nena, jo mërgata knena, kur e nin këta të... është merë burë, për besën atë merë është. Shërën gënë shka thetë për mërgatin. Po, kanë qëtë besim së ma marrë në përmes Serbisë. Në falë, kjo shumë e ronë. Pa ta gjithë monë, të në? Shumë keqë. Kanë besim me udhëtunë për Serbi. Kanë besim. Kanë besim, nuk tutën me udhëtunë për Serbi. Sa qytetarët Kosovës guzojnë sot me udhëtunë për Serbi. Krejt. Jo, së është e vërtit. Nuk është e vërtit. Nuk është e vërtit. Pa e thonë që to duhet mi thonë të sene. Po, ata... Shërë këta pisat e klam Sërbijes, për vaqicat, që ditë e natë vjellën vënerë kundra Albinit, kundra Mërgatës, kundra popullit. Jo, Albini e përqajti popullin, Albini së përqajti kërkan, Albini ka marrë 57% vota shqiptari ka marrë. Na jena në regull, na 57% na jena në regull, tash, në qëse na po deshka me ndru për juve hojna e për vaqicat e klan Kosovës, e për pëdykën e për lëdykën që me votu pse ju për dëni, edhe njëse me orën për shtete me na vjedh prap, ja që ato s'muna me pranuna. As mërgat, as hana, as dila, as qilas, nuk ka kush që ta pranan ato. Mësara, s'munet. Jo, kur qysh aje nuk bëhet. Unë e votoj për ato që ma mërmenja, me votu që është maj miri. Nuk votoj për hatër Berat Buzhalës, e këtina Pacharizit e atina tjetër, që janë pagun drejt për Serbijës, që 5 vjetë burë kur një fjallë të mirë nuk e falen për Kosovën, që 5 vjetë kur një sen e mirë nuk u bonë Kosovë, veç keq për këta. 17% teritorit Kosovës e kthejnë në Kosovë, për këta o keq. Po qysh bre gjithë keq?
i rriti pensionet keq, ju dha pore thmive keq, ju dha plesve keq, ju përjep studentav keq, i nali tablat, apet Albini keq, e nali Vučićin mës me ardhë, se kur ishi jo në opozit Vučić vike 3 herë në javë vike, në papuqe kur dojtë ke vike. Ta nali referendumin keq, ti nali ato bondat e Veriut tash e ka shliru në fonte në kryt, atje ti përzumni e ti që në Serbi keq. Po jo hojna, qka për dëni ma mirë borë. Bellin njëherë që 5 vjeta kështë e thonë një fjallë. E këtu shijet jo hojna, ju për Vacica e Kukavica qene, opozit bashkë me këta, qenit njejtë, qasi shkulle, qasi mund t'ini, nuk s'moni ju me konë ma ndryshe. Me a gjuqë që të media, a të gjikët, soqet, mi kry, a bonajt presionin se Albin Kurti si peci si kë, a shtrej mëjtë tja. Se bojnë presionin me a gjujtë, jo shumë mirë për dini që krejt mediat ju kini gjunë shpinë. Po Albini shka ko një të mirë që ajë nuk porët për juve heqë. A dinaj si logarita si qenë juve të media. Ata ka shumë të fort Albini që as si kuder nuk ju logarit juve, as si Zagarica si ju logarit juve. A i pej kotit shtatë me nërme thonë, ju pëshorë. Për që ataj nuk ka presion, a i bon presionin sa a i din, kur je njeri pasër, gjithë shka mund është me bajtë. Se je i pasër, nuk i ke vjetë shtetin, se ke mashtru shtetin, se ke tratu shtetin, edhe u kry puna. Ti mund është tani me do në televizor me thonë shka dush, ama kërësore që Albini është i pasër. Nuk më një opozitës me thonë, këshore të shkodalin, 30.000 euro penzion vlave ashtim thosit. Tash, 30.000 euro me pas, kryetari i Francës rrogën e ka 22.000 euro. Tash logareti, kryetari i Francës 22.000 euro e ka rrogën mujore, edhe i ka gjatë 5 milion banor. Vlave ashtim thoqet 30.000. Kjo është masakër është. Besoni që është masakër. Kjo është hajni e pasërbe, po na s'kem as shtet, as gjykat, as prokuror, as kur gjo, se do të me zonë, me lirë, ka një, këta njerës, këta farhojna. Këtë venin burg e kanë. Që shko mësive 30.000 euro me marrë njëri? Mund s'po marrok matematika, një njeri thjesht me marrë 30.000 euro penzion. Hajde roga për dy qysh të ka punu, a ma penzion qysh? Nuk shkon bre shto. Valla jo, vesh nejse, rezultati po kalzën, 52% Albini. Që kjo është rezultati që juve ju sakatën, ju qmantën, edhe ju tash kani e bojnë si Kukavica në për shdo televizion Albini ka fajt. Jo, Albini ka fajt, normal që ju ka shkatru juve, Albini ka fajt. Pa Albini nuk i ka fajt për popullin, që Albini është shumë mirë me popullin. Ama pëse Albini ka fajt që ju ka shkatru juve, ju ka qitë në dygojt, po, jam dakord me juve. Po isholla e qëtë halo ma shumë, që kur jo ditën e juve mës me po. Nese, se në ashta pak e të pruva, ju përshëndes kalën një mirë gjithë deri në video në ashme. Dardan Gashi, dikur bajkedose kundër Oqëkës. Sot patrioti numër 1 i Oqëkës. Veç nga në, se nuk, se më të thonë në, po nga në shka thënë këta. Përveç atyre që ti kanë dhënë të shkrume, dhe shumë mirë, për me folë me mu se ti se di kush jam unë vetë. Jo ti. Apo den, hisë den. Unë e di për ty. Unë e di të kush je ti. Dardan Gashi, atë kohë antari i grupit ndërkombëtar të krizave, kishte hartuar një raport për bëmat e njerëzve të luftës. Raporti kishte qenë aq goditës për ta, saqë Dardani ishte detyruar të lëvizte për një kohë nga Kosova. Kemi qenë pasaj dhe nuk... Anit,
qatë shumë e ka akuzuar ÇK-n që prej tutës o detyru me lëshu Kosovën me shku me jetu dikun tjetër për një kohë caktuar. Kjo nuk është kurrë. Pra nëse PDK-ja ka përgjegjësi për atë punë, pjesëmisht edhe kryetari i partisë ka përgjegjësi, po duhet të shikojmë pak ndryshe këtë punë. Pas luftës, gjitha këto struktura në asnjë mënyrë nuk kanë tentuar të sillen në mënyrë demokratike ose në një mënyrë të akceptueshme, sidomos për perspektivën sotit. Pse në shova qëtë video? Ky farë Dardan Gashi, plus me të shoqen e vetë që punojnë në klan Serbia, nena, janë patriotat numër 1 që mbrojnë në ÇK-n. I njëjtë ÇK që ka bon dosje në atë kohë kundra ushtarëve të ÇK-s, kundra komandantave, kundra PDK-s, kundra të gjithë shkafit. Edhe du me dalë tash më thash pak. I njëjti mas krejt që tyne akuzov që këj ban dosje që i ban për PDK-n e për ÇK-n e për ushtrinë shlirimtare, qohet ashim thaqi edhe e merë në qeveri qëtë njerit njejt. Tash, logarete, qka kom gjendje aj për pushtet me ba, edhe armikun më të madhen që ka bon dosje me kamiona kundra ÇK-s, si ky Dardan Gashi, o këthy edhe merke e shtike në qeveri. Se ju vyke 3 vota, në që se ju kujtohet atëherë, akon kjo lista e Ibran Rugovës, Bujar Bukoshi, djalli Rugovës, edhe që kë farë Dardani, që kë që i bajke doset kundër ÇK-s. Kur kthehesh sot e nin këto të fol për PDK-n, kur e nin njëjti njeri të fol për Hashim Thaqin, kur e nin njëjti njeri të fol për ÇK-n, ÇK patrioti sodit, heroi i PDK-s që ditë e natë me gruën e tina lavdet më të mëdhaja e japin PDK-s, dikur këta bëshin dosje me përkollis traktorit kanë qu dosje në përgjikata e ku kanë mujt ma anku e me qu e me shpik dosje e me marrë dosje pakon hiq me bo dosje të pakona kur pa egzistume, këta i kanë prodhu vetë me ndimën e do tjerve shtu kanë gjithë ta gjithë sa dush me një mas luftës me 100 euro bleshe kanë dush për me full dishka. Edhe dalin tatë sot shesin patriotizëm. Pse jam kundra këtina lloj sistemit, sidomos tynet PDK-s që po mshiten patriota e vinë edhe në koment të thonë jo, ti e kundra ÇK-s. Jo, kundra ÇK-s është kë që ka bon dosje edhe ti e kundra ÇK-s që mbron që ta. Ti e kundra ÇK-s, PDK-s për e foli këtu drejt për drejt, ju e në kundra ÇK-s, se qëtë njeri pelani sot me fol me mbrojtu ÇK-n, ÇK njeri që ka bon dosje kundra ÇK-s. E sot është kë heroj numër 1, jo ÇK-s. Unë qëto nuk për muj me bajt. O të bashi me ma mbrojtu ÇK-n, qëto nuk muj me bajt unë. Edhe për që ata ja u thamë, se krejta të opozitës vinë më gjuhën mu, se s'po kanë që kam i ba Albinit anena, po vinë për më gjuhën mu, pëse po ban video. Unë e baj video për qefin tem. Te ke fundit unë e kam punë këto. Qka, në që se videot e mija nuk të pelqenë ty, opozit, ti veç mund është me ka përcy, ti veç mund është më mbo blok, edhe u kry puna. Po pse unë e i baj videot edhe a kam ko, as kam, a që ka baj unë me jetën teme, unë jetoj për veti e nuk jetoj për juve. Në që se ti jetën për tjertë, unë s'kam faj. Në që se ti, opozit, rrinë deri në 12 natës me prit shka po qetë deputetin një video, ose do akraba rejthit që i kam,
Rrinë pa gjumë dejnë në ora 12 natës, qëfar video për qesë, unë s'të kam faj ty. Unë kërkuj videot e mija nuk i kapi, edhe me aqu të shpia me thonë, e këqërbe me zërt. Jo mërë se s'jam zërë për ty une. Opozit, kur mës i këqërsh, kur mës i pafsh. Jo të opozitës këqërnja videot e Dardan Gashit, qaj që ka bon, do se pro që kënë. S'kënë nevoj me këqërët mija, jo këqërën e tatina. Qaj që avë kanë mullë, qaj që ju ka qunë hagë. Se do se të Dardanit ju kanë qunë. Do se të Beratit ju kanë qunë atje. E të Milaimit, e ati tjetëri Zdralanit që është Bebekajtaze, aj tjetëri, ka shumë. Ju që ata këqërni, se që ata së di keni bon hero. Të thonë ata për mbrojnë o që kënë. Ja, ata të mbrojnë o që kënë. Se 20 vjetë kanë bo dose kundër o që kësë, edhe sët dalin kështë për të mbrojnë. Po nesër ju vjen dita, edhe 20 herë ma shumë kanë me bon dose, se sa sët. Në që ose një dit ju vjen shansa me bon apet, ata që ata shpionen, që ata të boshen, ata nuk i lojnë pëse nuk ju ka orë dita sët. Nesër në që ose ju vjen dita, prap kanë me bot njëjtën sen që që kanë bo për pora. A ma hera i jem, nuk s'munët me kam Dardan Gashi, Berat Buxhala, që mbrojnë në që kënë. Ndashta hero ju jashtë opozit. Mane, po për që ta Albini ju sa ka tën juve. 52% ka shku. Ndash ne 52%, ju ka kallë, ju ka shmontu. Tash, dini bërtini në për studios së dëni të poshtë e përpjet. Ama Albini ju ka kallë, ju ka sakatu, ju ka shmontu krejt. Nëse njerë për e përshëndes deri në video tjetër, mos harroni me ma bo subscribe, naj comment, naj like, e ju përshëndes shumë, respekt për gjithë ju që i këqyrni video të mija, të respekt edhe për ata të opozitës që rrinë dejnë 12 natës me prit qëfar video për qes, ju përshëndes gjithëve, kaloni bukur. Tërmeti në PDK që do të ndodhë mrena kësa jave, është që PDK do të ndodhët në 3 grupe. Grupi par është grupi Drenicës, dijet, i Skenderajt. Grupi dytë është grupi Enver Hoxhës edhe Gjavit Halitit, këta matë vjetrit. Najt Hasani bani një grupë këzaj madhë është. Edhe grupi tretë është i këtyne Pevaqica Prishtinës, kolerat, shkanë të atrit. Edhe do Drenicës janë që janë 3 që rrinë Prishtinë, ata nuk e njën vetin që janë Drenicës, mas shumë e njën vetin që janë Prishtinali, të shkumë mas luftës. Edhe mrena shtyne 3 grupe kanë më mundu me qitë një kryetar të rritë PDK-s. Pse për thamë këto që kanë me qitë se Bedri Hamza nuk do t'jetë ma kryetar i PDK-s. Për shkaqe tina personale, për shkaqe private tina që nuk du me hi me full për jetën e tina private, është punë e tina. Po ato edhe si kryetar që kanë zgjedhë para 2 mujve, ai nuk ka konë një gatë shumë e marrë këtë postin e kryetarit, po e kanë prunë me forcë, me zërt e kanë prunë për me bon kryetar, për me majtë pak, që mos mu shkatru PDK-a në 3 parti, e kanë prunë Bedrien me forcë. Se ai nuk ka konë i gatshëm të mirët me këtë punë. Ai po dënë me najtë i qetë, po dënë me këqyrë jetën e vetë, familjen e vetë, edhe mos mu marrë ma me politikë. Po këta nuk e lanë rahat se pa ato se këshin mujtë me maqet për stabilitetin që kanë pas dhe i sot, edhe në përmjes atina e kanë maqë se aja konë mirë me krejt ka pak. Me 3 grupet nuk ka konë keq, edhe ka maqë në këtë gjendje ka maqë PDK-n deri sot. Po Bedria ka dhonë dërheqe që shmati,
ka dhonë para 1 javë, 2 javë, ka dhonë ndërheqje prej humbjes që ka baj, veç e u tërhek prej kryetarllokit, ai mon në kusht kryetar, ai është veç letër kryetar, po kryetar i PDK-s ai mon në kusht, edhe këto ditë sigur që nuk është ai mon kryetar i PDK-s. Shkaqet janë tina personale, tjetës private, janë tjetës tina, mu së më takon me folë për jetën tina private. Po, këto jam i sigur që Bedria mon nuk është kryetari i PDK-s. Kush do të vjen kryetari i ri i PDK-s? Problemin më të madhin të PDK-s e kanë tash, kanë me prun kryetar që mundet me majt 3 fraksionet bashk. Po 3 fraksionet bashk nuk ka njëri që mundet me majt. Me shti Xhavit Halitin, kë anon me Enver Hoxhën edhe me grupin e këtyne shkajnë ma të vjetër. Me shti këta kullerat e Prishtinës prap njëjt, ai shkon me ata kullerat. Me shti ato dikan pej Skenderajt, nuk ka njëri ata. Ata dhe ma heq nuk kanë, kërkan, bërshec kërkan, përveç Ganës, në qëse dojnë me bon kryetare, Ganimeti Mosliu, tjetër kanë nuk e di kanë mund me bon kryetar partijës ata. Samia nuk bëhet, se nuk jaman më bon kryetar i partijës, jo që s'ka qef, a i ka qef më bon, po e din që e qënë partijën 3%, 4%, edhe për qatë punë ai nuk bëhet kryetar, se i fakt në gjysë kryetari është, po nuk bëhet kryetar, se e din që partijën e qënë ma për se Fatmir Limës. Po tash, për me shpejtu krejt këtu që kanë me ndodhë mrena PDK-s në qëtë javën e ashme, këtu jo ka një mund pak edhe këtë qizëja. Me rinumrimin e votave tash që veç ja ka nis me rinumru, po dolin hajnin shumë të madhe në mes veti, në mes grupeve. E shek grupin e Drenicës, e shek grupin e Prishtinës, edhe shek grupin e Enver Hoxhës edhe Xhavit Halitit. Me thonë, krejt këta njerëz, 2, 3, 4, për si cilit grup, kër i këshyr mirë analizat, dalin që kanë vota 2.500, 3.000, 4.500, dhe 10.000 vota, i kanë si cili kandidat vjeta përmi ato që kanë reale. Krejt punën e si cili grup është mënun që mi shtyt vet grupet e veta, mi shty e me marr vota sa ma shumë që me konë i pari. Grupi Prishtinës shihet qartë ato që janë një 3 persona ose 4 persona që i kanë vjedh votat e kandidatëve tjerë për me shty grupin e vetë për para. Xhavit Haliti knena me Enver Hoxhën, me Najt Hasanin shihen qartë se ka 20.000 vota i kanë vjeta, se kanë vetat originale. A Xhaviti para 3 mujve së bon, deputet tash u bon, dhe me thonë u bon me votat vjeta. E këshyr në tjetrën anë anej Drenic, Bekim Axhiu, pidalin 2-13.000 vota pidalin plus. Atina Lushtakut pidalin 10.000 vota plus. Ati tjetrit Ganës pidalin plus. Krejt, se cilin grup, për 3 grupëve që janë mrena në PDK, ka 4 veti kanë zgjedh, që atynet 4-ve me shku vota shumic, që me pas fuqien me thonë që na kena vota tash, edhe ju s'keni ka me mojt. Po krejt kjo është e përkoshme. Dej sot kërset boba mrena ato, ta dridh krejt për dykën, edhe filmi maroj që ato, filmi u ka maru më të këtyne, po me dalë kështu në publik, se këta janë fort për me mojt mrena, e mojnë, dej sot kërset, kur të kërset ato, dje që ko me kërsit shumë keq, ma keq se në LDK, që ato jam i sigurt.
shumë ma keq ka me kërsit. Edhe me thonë drejten, nuk pesha ma PDK-n as si parti dytë të opozitës. Në që se keq të analizat e mija shkojnë që aton shka fola deri tash, PDK-a do del mas Ramushit. Sa dhe Ramushi ko me mor një pjesë ko gjatë mirë PDK-s në Drenic vota. Në Drenasën Skenderaj ko me mor në që se ata kanë më shkatru me zveti, elektorati kanë më drejtu dikon, kanë më shku dikon, ose të Albini, ose të Ramushi. Të LDK-a nuk shkujnë, ata të sigur të di, se njofë shumë mirë. Atër kanë më shku ose të Ramushi, ose të Albini. Në që se ne kandidati i fort i PDK-s, që është kalën në krahun e Albinit, atër një pjesë e madhe e vota shkojnë të Albin Kurti, dieta të sigur të e kia ato. Po jo, një pjesë e madhe të vota PDK-s kanë me shku të Ramushi. Se të vetë me njerë që ta një mujnë me besu, me sëmshel keshe, se ta me sëmsheli kanë besu e PDK-s, po se ka dollë qysh kanë menu, edhe ta shpritet që mundet me pas në ndryshim, me pas në sen. Ama një e ditë sigurt që PDK-a për shdo ditë është ka dështon edhe ka me dështu keq, që dikura kena me lyp me thonë, o, let kthehen brese nasht, të këshje pa apet ma mirë me pas pak opozitë se heq. Këta derin qatë gjene kanë me shku që s'kanë me pas opozitë ma. Po, inshallah Zotë një man e i qelin rrugë të veta, se për me kanë hupë, nëse Albini ja ka hupë rrugën e bartyne, se kanë hupë këta bosh qashto rastësisht atë. Ama për me hupë busollën krejt, Albini mi ka qartë, a i ka palu keq, shumë. E, në fakt janë për më të dhim, po s'kem shka me bantash. Kër je fjallë të mdhoja, punt fjallë dhe mosh e punt kërkush, që shtë gjonë. Mos jep fjallë të demushit e punt të kërkushit, e tani me tha, o, shka u bon. Pse Albini fitoj, normal, rre pak ma qetë, po. Nese për përshëndes ka lëni mirë krejt, e shijem në bidet tjera të radhës.